Komuna e Ferizajt, Universiteti i Shkencave të Aplikuara dhe Shkolla e Arteve në Ferizaj, në shënim të 8 marsit kanë nderuar ish luftëtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës nga Ferizaj për sakrificën e tyre të treguar. Padyshim që kjo festë është shënuar për të nderuar gratë të cilat kanë nderuar kombet, sepse dihet që sakrifica e tyre është e pamohueshme, sakrifica e tyre dhe gëzimi i tyre duhet të jetë dhe të shërbejë një shembull për të gjitha brezat që vijnë pas. Sot me respektin më të madh, kishim knaqësinë që të presim ato të cilat kanë të kontribuar më së shumti që të kemi këtë ditë dhe të festojmë këtë 8 mars të lirë dhe të pavarur. Ish pjesëtarët e UÇK-s thanë se ndihen të nderuara që edhe pas 26 vjetësh nuk po harrohet kontributi i tyre. Një luftëtare gjithnjë mbetet luftëtare, edhe në paqë. Të gjitha këto gra në fushat e tyre profesionale sot po e ngrisin cilësinë e lirisë. Dje me pushkë, ndërsa sot me punën e tyre profesionale. Dhe ndihemi të nderuara që edhe pas 26 viteve kontributit tonë, ai kapitulli mbyll natën, po neve po na nderojnë dhe na respektojnë edhe pas 26 viteve. Edhe shpresoj që udhëheqësit e ushtrisë tonë të kthehen sa më shpejt e të jenë festat më madhështore. Vazot e dhuruara janë pikturuar nga studentët dhe nxënësit e drejtimeve të artit figurativ. Për nder të 8 mars